Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë në këtë edicion lajmesh për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këto orë të ditës. Jemi me titujt kryesor. Mbi 530 forca, 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor janë angazhuar këtë të mërkurë në 6 zona të ndryshme të vendit për të përballur me 10 vatra aktive zjarri. Tirana është rrethuar nga disa vatra zjarrit mëdha në fshatrat përreth, ku flakët mes fshatrave Prisk dhe Lundur janë më të frikshmet. Problematike situata në Lur, ku rrezikohen banesa, dhe Kruj, ku familjet kanë larguar të moshuarit dhe fëmijët. Kryeministri Rama mblodhi sot në Kuç të Vlorës për 4 orë gjysmë 20 kryebashkiak socialist, me të cilët nisi takime konsultative për propozimin e reformës territoriale që redukton në 46 nga 61 numrin e bashkive. Report TV ka mësuar ekskluzivisht se Rama është përplasur ashpër me 4 prej krerëve të bashkive që preken, veçanërisht Adriatik Zotkën e Poliçanit dhe Juliana Memën e Dimalit. Shqipëria do të ndalojë importin e mishit nga Brazili nga 3 shtatori në linjë me vendimin e marrë nga Bashkimi Evropian. Kjo mas pritet krijojë një boshllëk të konsiderueshëm në tregun shqiptar, pasi Brazili është furnizuesi kryesor me mbi 30% të totalit e importit. Tensione dhe përplasja fizike janë regjistruar në Kuvendin e Kosovës ditën e sotme mes deputetëve të opozitës dhe disa përfaqësuesve të vetëvendosjes. Në qendër të debateve çështja e konstituimit të parlamentit, kryeministri Kurti përsërit ftesën për takim për LDK-n, PDK-n dhe AAK-n. Spektakli i eklipsit diellor nisi me perëndimin e diellit këtë të mërkurë dhe mahniti vëzhguesit në Shqipëri dhe Europë. Ai ndodhi për herë të parë në mënyrë të dukshme që nga 1999. Në vendin tonë eklipsi diellor u pa pjesërisht për shkak të koordinatave gjeografike, ndërsa spanjollët e islandezët ishin më fatlumët.